nuk ishte asnjëri smur me kancer. Ose nuk i diagnostikon. Ose nuk diagnostikon. Ose nuk i diagnostikon. Jo, diagnostikon. Është kthyer, ka gjetur 20%. Tani këta njerëz. A është vërtet që vdesën njerëz në Shqipëri se nuk kurohen dot? Dhe tumoret janë shtuar në mënyrë alarmante. Po pse janë shtuar? Pra pse nuk shtohen njësoj në Maqedoni, edhe në Greqi dhe Serbi? Nga ndotja, pra. Nga ndotja. Dhe ky kaloi dhe i liq për plerat. Na ndos edhe më shumë ujin, ajrin, gazin, ku diun, natyrën, ushqimet. E pa kjo është. Kjo pra është e gjitha. Pyetjet e publikut kishe një gjë Lorenz vetëm shkurt. Të diçka. Po ta ripërsëris edhe një herë. Janë falas, po janë të pamjaftueshme. Ore kjo i blen si janë falas. Dëgjoj çfarë po të them, po bler edhe një herë. Janë falas, janë të pamjaftueshme. Dhe një herë. Lorenz i ka bler. Dienia jote që vjen, për shikoj, shumë sipërfaqësore. Po sipërfaqësore, kjo më çon faturën. Mbas asaj ka një fat faturë kur i gjesh falas. Dgjoj një sekond. Mbas asaj letre që ke. Lorenz, nëse ti më falni së laps. A më faturë? O blush. 533.000 lekë. Ilaçe kundër kancerit që i blen për të jemën. Arma jote sot, krahasimi nuk po shkon gjikundi. E ke armë të dobët. Edhe një herë po them, mbas asaj letret të fotografuar që ke ti atje, është një fat njerëzor. Ajo që po të them është luaj një çik më pastër në këtë mënyrë, nuk luhet në këtë mënyrë. Po bën politik dhe nuk është shumë moralshme kjo gjë. Unë po të them edhe një herë, jam falas. Ka mungesa, ka qytetarë që paguajnë. Jam më dëgjoj çfarë po të them. Për shkak të pamundësisë, për shkak të mungesës në furnizim, për shkak se apo blehet çdo 21 ditë. Edhe një herë, edhe një herë. Nëse nuk blehet, po flasim për dy gjëra krejtë ndryshme, po të them edhe një herë. Në botë vërtetë para kohë. Janë kjo. Oferta, ajo që afrohet në spital është më e vogël se kërkesa. Ore kjo blet apo nuk blet? Dhe krahasimi që bën me vitet 90 është, atëherë thuaj, vdiq dikur se i dhe mbi koka i. Lëre më tani, lëre më këtë. Sot është rritur diagnostikimi. O blush, mos